O kuptu, muj me thonë që Federata e Futbollit Kosovës nuk bën me qitë në lajthitje Ministrinë për sport, se ka mundësi që i refuzohet licenca. Vish ta përfundoj fjalin. Me qëllim e pyeta Taulantin se besoj që është njëri më kompetent që i din cilat janë procedurat për me ndryshu statusin. Qëtash muj me hi unë zotri Kosumi, me shkum federat dikush, edhe me hi e dit statutit, kej, taka, për 10 minuta e kryin me qatë GPT vishtë të nresh ma qiton, ta bën, për shumë janë 5 minuta. Problemi është të procedurat, se demokracia para të gjithave është vetë procedur. Si pas Taulant Hodaj, që besoj që e një qëtlami, nuk mujna me mojt kuvend me 5 shkurt, se s'mujna me kry komplet proceduralisht, nuk mujna me konën të gatshëm. Një kuvend... Atëherë ju nuk e di sa janë apo. 30 dit janë, këto janë si norma 30 dit janë. 30 dit janë për çdo sens, dikush mund me kriju një ankesë. Po na so kena me mojt kuvendin, e di ti. Ma pak se 30 dit e ki. Soti është i 19. Ndryshime statutore. Nuk kryen pa procedura. Unë sa çfarë shotin janë ndryshime teknike të cilat mund me kon direkt Ministri, Federat, FIFA, UEFA. Po, krejt këtu. UEFA, FIFA janë të kryme. Komplet krejt këtu. Po t'ja nuk e një të shka tha që e ndryshu pa mund. UEFA, FIFA, kukuzën Federata me punu, kjo është statutit regullon të FIFA-s. Këtu, e vërtet që këtu janë teknikalitete. Apo din, po qëto teknikalitete nuk mujnë më kryen deri me 5 shkurt. Shumë e qartë.